E ne ecim tutje. Unë për herë tham, erdhi në fillim dhe ja bëri bam edhe bim. Ajo ja ka bërë bam edhe bim për herë. Bile si topi, jo vetëm si pushka. Sonte vjen përsëri këtu në skenë, për të biseduar e për të na kënduar për Çeka saglam. Herën tjetër do t'ja bëjmë timonin, motorin dhe vim të marrim atje kthehemi këtu. A ka mundësi me marrë kështu me lift prej nalt, me fluturu ose me helikopter? Biku mirë se erdhe. Mi se u gjeta, ne im faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem këtë studion tonë aq të ngrohtë, aq të nxehtë. Lesi ke publik të mrekullueshëm. E kemi edhe të ngrohtë dhe të bukur, veç edhe nxehtë, fort nxehtë. Për atë aspekt është e ngrohtë, shumë e ngrohtë. Këtu garanton mund të opsohem, çdo ditë me ardh ka 2 orë në emisionin tonë, ka 200 gram, më shkrihen. Ta ofrojmë. Okej. Ta ofrojmë këtë mundësi. Mirë, je shkri goxha. Ja, jam shkri pak. A? Pak. A je shkri për këngën, a je shkri për apër? Jam shkri për këtë publik të mrekullueshëm. Mrekullueshëm, e! A ke pa Bigu, çdo muj ty ta gjen kaj burr kështu? Normalisht. Kështu që e kom bë një ekip futballit me burrat edhe një simfoni. A ke pa, ha? Burra çdo ditë, po ku burri? Hopi burri, s'ka burr. A s'ka burr se ke gjet ala? Ala nuk e kom gjetë, ala jam single. Kur do në me gjet? Po Kalin e kom gjetë, po Princin se e kom gjetë ende. Kali i bardhë është? Tamam Kali. Big Mama, Big Mama. Nuk e di atë kam pyet në emisionin tim pse Big Mama. Ka erdhi ky emër? Besoj se shumica e din, po edhe një herë do ta tregoj. Big Mama ka qenë do të thënë prej fëmijërisë më ka thirrë një shok im ku kam kushtuar edhe këngën për shokun tim. Qysh e vogël, ai është inspiru se kam qenë një fëmijë i plot, si jam shtash. A gjithherë ke qenë big? Po, gjithmonë kam qenë. Po me periudha, ka pat periudha kur kam hup shumë peshë, ka pat periudha kur kam shtu peshë sërish. Ai gjithmonë më thirrte mu Big Mama prej filmit, Big Mama i das. Big Mama. Po, edhe mbeti Big Mama mbasi ndroi jeta ai për të hirtë atij, se gjithmonë ta kujtoj edhe mos e harroj e lash emrin Big Mama, po them vërtetën edhe më ka sjell shumë fat. Si dola Big Mama, plasa, u bona hit, bona bom. Është vërtet. Se kam këndu ma herët edhe si me emrin tim, Besiana, po fort, s'ma ka fut njëri. E emrin e mbi emrin për publikun? Besiana Kasami. Besiana Kasami, bëjë një mendë. E, Bigu, unë e kësa dëgjuar, po dëgjo, në gjeneratat në rojnë shpejt, vitet po kalojnë, sa vitet të banë s'kin? Sa më janë bësë, kur si 12-13 vite, po? A nuk e ke numru, mirë? Nuk e për 2001, se e vjen, matematika ime është katastrofë. Qa ke pas matematikë? Dysh. Në fund vitit. është puna se nuk kam pat matematikë për shkak se kam qenë në Akademitë Muzikës deri në 8 vjeçare kom pat matematikë. Edhe kom harru atë që e kom mësuar. Në Akademitë Muzikës ke pas instrumenta apo? Jo, në përgjithshme kam qenë. Atë përgjithshme. Po, se atëherë ishim shumë pak veta të cilët në Tetov edhe u hap paraleli në Tetov, edhe nuk kishim mundësinë zgjedhim instrumenta pas praktikisht kulturë përgjithshme, si kuadër i arshëm. Keni bërë shumë këngë, po vërtet për herë je bum për skenën. Është natyra jote kjo që nga fëmiria, apo e ndërtove kështu si imazh, i energjisë, i paraqitjes? Shifrej, më shumë e vërtet, unë ndoshta kur më thot dikush çelësi i suksesit tanë, çelësi i suksesit tim është personaliteti im edhe karakteri im, unë këtë kam thënë gjithmonë. Unë fillimet e mia kur kam qenë më e vogël, domethënë kur kam dalë skenë si 15 vjeçare dhe si Besiana, jo si Big Mama, mundohesha ta ndroj veten time, dalë si më serioze, dalë si më e qetë, e turpshme, të mendoj se çfarë flas, po e parë se publikut nuk i nevojitet këngëtar apo personalitete falso. Publikut Mos! Shuja aty edhe mos ndërpe. Po publiku ç'a të ke? A këto e kemi Mini Mama? Mini Mama. Nuk është Big Mama, jo, Mini Mama. Sexy Mama. A Sexy Mama? Mendoj se publiku duhet ta dinë natyrën e vërtet, personalitetin e vërtet. Unë kom qenë gjithmonë kjo. Jam pak e trend, jam pak e çmendun, po nuk dal këtu të bëj fytyra apo them, ta them këtë kështu se do më dojnë më shumë. Po atë që e mendoj unë ta them trosh. Kush të mdo, kush të mdo. E thu edhe në këngë edhe në jetë? Edhe në jetë, edhe në këngë. Jo, në këngë nuk i thëmë gjithat vërtete. A nuk i thu gjitha, ha?
Mund të them 50% i them. Apo, Po. Diçka ka, a ndikon të tekstet, kur ti shkruajnë tekstet? Apo i shkruan vetë? Jo, po shumica, jo mundu të shkruaj vetë, po nuk ma do, bre, hiç, s'muj, s'di me Jo, shkruaj. Jo. Gjithatë që mi shkruajnë tekstet, normalisht që e marrin parasysh karakterin tim, e mbi karakterin tim e ndërtojnë tekstin. Kush ka shkruar tekste më shumë? Më shumë ka shkruajt Avni Qaili. Avni Qaili. Avni Qaili. Ku do ta përshëndes edhe mund të them se është faktor i cili më ka ndihmuar për sukseset e për gjitha me radhë. Për të mbrije, për të qenë kjo. Jo vetëm mu, po shumica e gjithë këngëtarëve ju kanë ndihmuar. Sa vërtet, e pafon tekste të bukura. Ja, unë veç për thëmë, Ha. për i bëjt fola do dëve që për reklamuhin, a për din? Po? Shqyqir nuk ja ka dhonë zoti mu desh qisoj se për t'kallë zëket dhe për tete. Në që këni e najmër. Që shje big? Mirë, ti Që e big nona, big mama. Të dy. Ha, big qyshije. Mirë, falim. E kumet Big Baba atë. Ha? Big baba më ra paskene. A Big Baba më paskene. Për i pasha zoti mu bazua, dinëm, big mam, me shkru tekst, ban ezdel. Bani. Konga duhet tjetë Po dhe... 3 sahat. Edhe me do iPhone-a kjo për selfie, se veç një nuk e nxanë, se nxanë veç... Jo se ka bua dhe kjo operacione plastike. Ku është plastike? Kjo. Pa që ka nevoj tjera Që i ka operacione fry plastike? buz, ti ka... Prit. Qysh? Kom bë operacione, ama une nuk i kom shtu. Amo, Unë i kom smoglu. a dini... Si a dhojshë e kësojnë atë pak. Po i kom rujt se Jo kur më i jo kjo, smoglova mi vënoj që ti. të këngëtore që kanë bo, që jenë fryje, krejt prej qitu e kanë morë materiali. Ska qenë një të to di që materiali bigit. Jo vetëm të këto, po edhe ke këto për ke unë kanë marrë. Pse i fryshe ti bush, qa kishe nevoj? E, të kanë zë drejtën? Ja, mësë më kalzet, pse i fryshe, urna? Të kanë zë drejtën, a ti pse i fryva? E, unë hinë në tripa tash hajde. Pse kryt po bëjnë, A pendjen tash, a vini vete. pendjen? Pendje, po më ka ramë, më se kam. A ti ka mërë mandesh pak që ti ka mërë mandesh pak Ka vetë një copë e vogël, se unë i kom pate vetë natyrale, edhe kot, shkova kej doktori, thash, frymi edhe une, mos për jes mangit. I fryva, kur e pash Pra do vete, t'ja ofri buzët të kur e pash vete si travestit, që u bona, muaj ftyra, ka pa doktorin, kur dëm heket kjo buza se të vitë dhe të bësë. Tha, 6 muaj depresish, dal nga dal më ran vete, shqyqyr zotit e kom bo. Po edhe ajo është luks qef, kush do ne ta bën, unë nuk e nuk them atë. vërteta? Po. Po mëre, po pse Unë jetë që bëra do ne? shaka për atë pjesën, normalisht për atë pjesën tjetër se ti se ke kompleks. Që do ne Jo, konflikti. i kom bë edhe buzët, kom bë edhe botox, kreti kom bë mëre kur i Apo? kom